emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Amen. Zoti im, po të ofroj këtë ruzare për lavdin tënde, që të mund të nderoj nënën tënde të shenjtë, Virgjëreshën e bekuar, që të mund të ndaj dhe të meditoj mbi vuajtjet e saj. Të lutemi për ulësi, të më japësh pendim të vërtet për të gjitha mëkatet e mia. Më jep mençuri dhe për ulësi, që të mund të marr të gjitha faljet e përfshira në këtë lutje. O Zoti im, më vjen shumë keq që të kam ofenduar dhe i urej të gjitha mëkatet e mia, sepse kam frikë nga humbja e parajsës dhe dhimbjet e ferit, por mbi të gjitha, sepse ato të ofendojnë ty, Zoti im, ty që je i gjithë i mirë dhe meriton gjithë dashurinë time. Vendosa me vendosmëri, me ndihmën e hirit tënd, të rrëfej mëkatet e mia, të bëj pendes dhe të ndryshoj jetën time. Ati ynë që je në qell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nënë e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. O Mari e dhimbshme, nënë e dashur, na mëso të qëndrojmë pranë Krishtit në çdo dhimbje. Dhimbja e parë, profesia e Simeonit. Dhe ja, në Jeruzalem ishte një njeri që quhej Simeon. Ky njeri ishte i drejtë dhe i devotshëm, dhe po priste ngushëllimin e Izraelit, dhe fryma e shenjtë ishte mbi të. Dhe ati ishte zbuluar nga fryma e shenjtë, se nuk do të vdiste para se të shite Krishtin e Zotit. Ai pra shtyr nga fryma, erdhi në tempull, dhe pasi prindrit i prun fëmijën Jezus për të bërë me të ato që përshkruan ligji, e mori në krah, e bekoi Perëndin duke thënë: Tani o Zot, nis shërbëtorin tënd në paqe sipas fjalës sate, sepse sytë e mi e kanë parë shpëtimin tënd, që ti e përgatite para syve të gjithë popujve, dritën për të ndriçuar kombet, dhe lavdinë e popullit tënd Izraelit. Dhe Jozefi dhe nëna e fëmijës mrekulloheshin për gjërat që thuheshin për të. Dhe Simeoni i bekoi dhe i tha Maris, nënës së tij: Ja, ky është vënë për rënien dhe për ngritjen e shumë vetave në Izrael, dhe për të qenë shenjë e të folurit kundër. Edhe ty vet një shpatë do ta shtej shpoj shpirtin, që të zbulohen mendimet e shumë zemrave. Ati ynë që je në qell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë,
dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. E shenjta Mari, nënet e Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. E shenjta Mari, nënet e Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. E shenjta Mari, nënet e Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. E shenjta Mari, nënet e Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. E shenjta Mari, nënet e Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nënet e Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. E shenjta Mari, nënet e Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. O Mari e dhimbshme, nënë e dashur, na mëso të qëndrojmë pranë Krishtit në çdo dhimbje. Trishtimi i dytë, ikja në Egjipt. Por pasi u kthyen ata, ja një ëngjëll i Zotit ju shfaq në ëndër Jozefit, dhe i tha: Ngrihu, merr fëmijën dhe nënën e tij, dhe ik në Egjipt, dhe ri aty derisa të lajmëroj, sepse Herodi do ta kërkoj fëmijën për ta vrarë. Jozefi pra u ngrit, mori fëmijën e nënën e tij natën dhe iku në Egjipt, dhe qëndroi atje derisa vdiq Herodi, që të përmbushej ajo që u tha prej Zotit me anë të profetit, duke thënë: Prej Egjiptit thira birin tim. Ati ynë që je në qell, u shenjtëroft temri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. E shenjta Mari, nënet e Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. E shenjta Mari, nënet e Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. E shenjta Mari, nënet e Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. E shenjta Mari, nënet e Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus.
e shenjta Mari, nënet e Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nënet e Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nënet e Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. O Mari e dhimbshme, nënë e dashur, na mëso të qëndrojmë pranë Krishtit në çdo dhimbje. Trishtimi i tretë, fëmia Jezus i humbur në tempull. Dhe prindërit e tij shkonin çdo vit në Jeruzalem për festën e Pashkës. Dhe kur ai u bë 12 vjeç, ata u ngjitën në Jeruzalem sipas zakonit të festës. Dhe si mbaruan ditët, kur ata u kthyen, fëmia Jezus ndenjë në Jeruzalem. Dhe Jozefi dhe nëna e tij nuk e dinin. Por duke menduar se ai ishte me bashkëlltarët, ata bën një ditë rrugë. Pastaj filluan ta kërkojnë midis farefisit e të njohurve. Dhe duke qenë se nuk e gjetën, u kthyen në Jeruzalem për ta kërkuar. Dhe ndodhi që pas 3 ditësh e gjetën në tempull, të ulur në mes të mësuesve, duke i dëgjuar dhe duke u bërë atyre pyetje. Dhe të gjithë ata që e dëgjonin habiteshin për mençurinë dhe përgjigjet e tij. Dhe kur ata e panë, mbetën të habitur, dhe ëma i tha: "Bir, ç'na bëre kështu? Ja, yt atë dhe unë po të kërkoni me ankth." Dhe ai u tha atyre: "Përse më kërkonit? A nuk e dinit se më duhet të merrem me punët e atit tim?" Por ata nuk e kuptuan fjalën që ai u tha atyre. Ati ynë që je në qell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nënet e Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nënet e Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nënet e Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nënet e Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nënet e Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nënet e Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nënet e Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë.
Amen. O Mari e dhimbshme, Nën e dashur, na mëso të qëndrojmë pranë Krishtit në çdo dhimbje. Trishtimi 4. Maria takon Jezusin duke mbajtur kryqin. Dhe e ndiqte një turp me madhe populli dhe grash, që i binin krarorit dhe vajtonin për të. Por Jezusi u kthye nga ato dhe u tha: Bija të Jeruzalemit, mos qani për mua, por qani për veten tuaj dhe për fëmijët tuaj, sepse ja, do të vinë ditët kur do të thonë: lum gratë shterpa dhe lum barqe që nuk kanë pjell dhe gjinj që nuk kanë mendur. Ati ynë që je në qell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qell ashtu në tokë. Bukën ton të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nënet e Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nënet e Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nënet e Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nënet e Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nënet e Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nënet e Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nënet e Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. O Mari e dhimbshme, nën e dashur, na mëso të qëndrojmë pranë Krishtit në çdo dhimbje. Trishtimi i 5. Maria në fund të kryqit. Por afër kryqit të Jezusit, qëndronin nëna e tij dhe motra e nënës së tij, Maria e Kleopas dhe Maria Magdalena. Jezusi pra, kur pa nënën e tij dhe pranë saj dishepullin që donte, i tha nënës së tij: "O grua, ja biri yt." Pastaj i tha dishepullit: "Ja nëna jote." Dhe nga ajo orë, dishepulli e mori atë në shtëpinë e vet. Pas kësaj Jezusi, duke ditur që tashmë çdo gjë ishte kryer, që të përmbushej shkrimi, tha: "Kam etje." Aty pra ishte një emë plot me uthull, por ata e mbushën një sfungjer me uthull dhe e vunë në deg hisopi dhe ja afruan te goja. Po kur Jezusi mori uthullën, tha: "U krye." Dhe duke ulur kryet, dha frymën. Ati ynë që je në qell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qell ashtu në tokë. Bukën ton të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lër të bijem në tundim,
por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nënë e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nënë e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nënë e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nënë e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nënë e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nënë e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. O Mari e dhimbshme, nënë e dashur, na mëso të qëndrojmë pranë Krishtit në çdo dhimbje. Trishtimi i 6. Maria merr trupin e Jezusit. Pas këtyre gjërave, Jozefi nga Arimatea, që ishte dishepull i Jezusit, por fshetas nga frika e judejve, i kërkoi Pilatit të merrte trupin e Jezusit, dhe Pilati i dha leje. Atëherë ai erdhi dhe e mori trupin e Jezusit. Por erdhi edhe Nikodemi, i cili më përpara kishte vajtur te Jezusi natën, duke sjellë një përzierje prej mire dhe aloe, prej rreth 100 lirash. Ata pra e morën trupin e Jezusit dhe e mbështodhën në pëlhura liri, me era të këndshme, siç është zakoni i varimit ndër judejt. Ati ynë që je në qell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nënë e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nënë e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nënë e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen.
Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nënë e Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nënë e Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nënë e Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. O Mari e dhimbshme, nënë e dashur, na mëso të qëndrojmë pranë Krishtit në çdo dhimbje. Trishtimi i 7. Maria dëshmon varimin e Jezusit. Dhe ja një burr me emër Jozef, një këshilltar, njeri i mirë dhe i drejtë, i cili nuk ishte miratuar këshillin dhe veprimin e tyre. Ishte nga Arimatea, qyteti i Judejve, dhe priste edhe ai mbretërinë e Perëndisë. Ai u paraqit Pilatit dhe kërkoi trupin e Jezusit, dhe si e zbriti nga kryqi, e mbështolli në një çarçaf liri dhe e vuri në një varr të gërmuar në shkemb, ku ende nuk ishte vënë asnjëri kurrë. Dhe ishte dita e përgatitjes tek dhije i Shabat. Por dhe gratë që kishin ardhur me Jezusin nga Galilea, duke e ndjekur, e pan varin dhe mënyrën se si ishte vënë trupi i Jezusit, dhe ato u kthyen dhe përgatitën era të mira dhe vajra e rkëndshëm, dhe në Shabat pushuan sipas urdhërimit. O Zoje dhimbjeve, të lutemi që me ndërmjetësimin tënd të na jap Zoti hirin e pendimit të vërtet dhe të qëndrojmë besnik deri në fund. Na ndihmo të mbajmë kryqin ton me dashuri, siç mbajte ti dhimbjet e tua pranë birit tënd. Amen. Në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Amen.